Muaji i Ramazanit është një mundësi e artë nëse robi dëshiron të afrohet te Allahu xhalla wala, t'i falen mëkatet e tij dhe të del para Allahut xhalla wala faqebardh. Muaji i Ramazanit është një sezon në të cilën njeriu afrohet sa më shumë te Allahu. Në sezon, në muaj në të cilën Allahu ka grumbulluar një numër të madh të ibadeteve, si namazin, agjërimin, umrën, namazin e natës, natën e Kadrit e kështu me radhë. Pra në këtë muaj mundësitë e faljes janë të mëdha. E para, se Allahu xhalla wala ka bërë që agjërimi i njeriut ta pastrojë atë prej gjunoheve. Ka bërë që namazi i tij i taravive, namazi i tij i natës ta pastroj atë prej gjunoheve. Ka bërë që namazi natën e Kadrit ta pastroj atë prej gjunoheve të kaluara. Andaj, me plot të drejtë dietarët e hershëm kanë thënë, siç transmeton Qatada ibn Duamet as-Sadusi radhiyallahu rahimahullah, thotë se kam dëgjuar disa njerëz të thonin se ati njeriu të cilët nuk i falen mëkatet gjatë muajit Ramazanit, atëherë kur t'i falen atij? Atëherë kur t'i falen atij? Falan yughfar lahu fima siwahu. Kanë thënë ati njeriu të cilët nuk i falen mëkatet gjatë muajit Ramazanit, atëherë kur t'i falen atij? Pra, është përmend këtë formë për faktin se në muajin e Ramazanit janë grumbulluar shkaqe të shumta përmes të cilave njeriu mundet me ndal para Allahu xhalla wala i falur prej mëkateve. Shënon Ibn Hibbani në Sahihun e tij nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë duke u ngritur në mimbar tha 3 herë amin, amin, amin. Sahabët e mahnitur e kishin pyetur pejgamberin alaihi salatu wassalam se përse veprove kështu i dërguari i Allahut, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tha se më erdhi Xhibrili dhe më tha: atë person apo ai person i cili e arrin muajin e Ramazanit edhe nuk i falen mëkatet atij, gjëgjësisht nuk e shfrytëzon muajin e Ramazanit në maksimum për t'ju falur gjunohet atij, ai i poshtruar është dhe Allahu xhalla wa'ala do ta fut në zjarr. Më tha thuaj amin, edhe thash amin. Pastaj vazhdojnë edhe dy çështjet e tjera që i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith. Pra Allahu xhalla wa'ala gjatë këtij muaji ka përmend apo ka ofruar disa oferta madhështore përmes të cilave njeriu mundet të afrohet te Allahu xhalla wa'ala i pastruar prej mëkateve të tij. Andaj besimtari duhet të jetë vigjilent, duhet të jetë i mençur që këto oferta hyjnore të mos i kaloj koti. Është përcjellur prej Aliut radhiyallahu ta'ala anhu, i cili në natën e fundit të Ramazanit thonte ja ala lejte shi'ri, ja lejte shi'ri, men hadha al-maqbulu fanuhanni. Kush është ai të cilët ju janë pranuar veprat e tij që ta përgëzojmë, dhe kush është ai të cilët ju janë refuzuar veprat e tij që ta ngushëllojmë. Gjithashtu të njëjtën gjë e vepronte edhe Abdullah ibn Mas'udi. Në këto porosit të sahabeve i gjejmë dy çështjet kryesore apo dy kondita, shtylla kryesore mes të cilave duhet të jetojë besimtari në këtë botë. Mes shpresës edhe frikës. Mes shpresës se Allahu xhalla wa'ala nuk u kthen lutjet atyre të cilët i lutën. Gjithashtu Allahu xhalla wa'ala gjithashtu njeriu nuk mundet të garantoj se vepra e tij është e pranuar patjetër për faktin se mundet diçka në veprat e tija të ekzistojë e cila e cënon pranimin e duas, pranimin e lutjeve dhe pranimin e veprave. Prandaj besimtari gjithmonë në dynjë duhet të jetojë mes shpresës edhe frikës, ndërsa në momentet e vdekjes dietarët kanë përmendur se duhet që shpresa të ja mund frikës për faktin se
njeriu tashmë është ofruar takimit me një Zot i cili është bujar.